Synimi jam është që mu kalifiku direkt nga kampionati botror, që besoj shumë që ka me qenë në formën ma duar. Sa në që vorën nga unë, ushtrimet dhe gjitha tjera, çdo sa në që vorën nga unë, ka me qenë 100%. Mirë po, ndonjëherë, gjatë rrugës ju ndodh mos mu, ju ndodh shëndeti, thash, ju ndodhen sane që nuk vorën prej meje. Që po besoj shumë që ka me pas fat, spori me pas fat, me qenë formën ma duan, edhe po besoj shumë që nga kampionati botror ka mu kualifiku që me pas mendjen tem ma të qetë drejt olimpiadës. Synimi jam është njëherë me siguru tash në Itali medalje e mesdhetare, sepse nuk kam marrë pjesë asnjëherë në loja mesdhetare, edhe e kam mungesë të medaljes në lojat mesdhetare, kështu që po besoj shumë që në stazhin tim si sportiste kam shtu edhe një medalje 3, cekja edhe trajnera që kemi edhe kampionatin evropian, që është shumë e rëndësi për mu me qenë në formë në 2 garat. Po besoj shumë që nga medalja bronz këto herë ta kthejna ari. Shumë pak sportista i kanë sjell Kosovës kësë medalje, si në boks, si në judo, si gjitha sportet e tjera. Dhe me thonë që kjo është arsyeja pse kaq pak sportista kanë medalje elitore në gjitha sportet. Është shumë e vështirë, mirë po unë pajtuna me trajnerën tem që kam mujt me siguru edhe medalja tjera gjatë këtyre viteve, mirë po tash po e përsëritëm prapë që ka njëherë sanet nuk ndodhen ashtu si na dojmë edhe qysh na jena përgadit për me pas paraqitjen. Mirë po unë nuk dorëzuna asnjëherë, unë herdo kur kom i arrit ato medalje, kështu që duhet vetëm punë edhe punë që me i arrit.